Prej haditheve të Muhamedit alayhi salam që ka qef veshë me një knaqet zemrë të një, thot Muhamedi alayhi salam ka më thirr Nuh alayhi salam ditën e gjykimit. E I thuhet Nuhit alayhi salam, a ke qu në ven ata që ka të është thanë me thanë prej shpaljes, ajo ke thanë njerëzve? Thot Nuh alayhi salam, po. E pyetën populli I tij, populli Nuhit alayhi salam, a ka kumtu amanetin e vet, a ka thënë ata çka është dashur me thënë? E thuajnë populli I tina, nuk na ka ardh kurkush, s'na ka thënë kurkush kurgja. S'dina kurgja, domethënë, e mohojnë që Nuh alayhi salam e ka kumtu mesazhin e tij. E I thuhet Nuhit alayhi salam, kush dëshmon tash për ty? Këta po thonë s'ka thonë kur gja. Kush dëshmon tash për ty? E thot Nuh alayhi salam, për mua dëshmon Muhammed alayhi salam edhe ummeti tina. Ummeti Muhammed alayhi salam. Na dëshmojna që Nuh alayhi salam I ka thënë fjalë që është dashur me thënë. E ka qenë në ven shpallën që është shpall. O ka thënë njerëzve. Na ummeti Muhammed alayhi salam. Thot Allahu azza wa jall, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu pra, ju kena bë ummet mesatar. Li takunu shuhada 'ala an-nas, që ju me kanë dëshmitar për njerëzit. Ke pa kur dikush bën keq, bën padrejtësi, gjithkon ka cilesh në tokë. Ose u këtë ban ty, po I ban ati tjetërit. Na jem dëshmitar në përgjësi ditën e gjykimit. Jem dëshmitar për Nuh alayhi salam që e ka qenë vën amanetin e tina. Edhe Rasulullah alayhi salam është për ne dëshmitar. Mirë po, me çka dëshmojnë na musliman për Nuh alayhi salam? Dëshmojna me dëshmin e Allahut azza wa jalla dhe Rasulit tij alayhi salam. E kjo është dëshmi që s'ka pikë dyshimin ta. Dëshmojna që Nuh alayhi salam e ka qenë vën, e ka kumtu mesazhin e tij, për shkak se Allahu azza wa jall ka thënë që Nuh alayhi salam ju ka thënë popullit të tij. Edhe ka thënë Muhammed alayhi salam që e ka kry Nuh amanetin e tij, e na dëshmojmë me dëshminë e tyre. E nuk ka dëshmi më të madhe se kjo, nuk ka privilegj më të madhe se kjo, që unë ti me dëshmu për Nuh alayhi salam. 1000 vjet, pa 50 vjet. I ka thirr popullin e tij në Islam, e unë ti me dëshmu për ta. Ku nin veshin sa në ti privilegj më të madhe? Allahu azza wa jalla sof këtë ditë.